Rreziqet e stabilitetit financiar global janë rritur ndjeshëm që nga vjeshta, të nxitura kryesisht nga pasiguria e shtuar ekonomike rreth politikës tregtare dhe faktorëve të tjerë gjeopolitik, paralajmëroi Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në raportin gjysmë vjetor të stabilitetit financiar global, FMN paralajmëroi se shtrëngimi i kushteve financiare së bashku me pasigurinë e shtuar po rrit rreziqet financiare në mbar botën. Paralajmërimi për rreziqe më të larta vjen ndërsa fondi uli parashikimet e rritjes për shumicën e vendeve, duke përmendur ndikimin e tarifave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në mënyrë specifike, FMN vuri në duke 3 dobësi që mund të ndikojnë në stabilitetin financiar në të ardhmen. Së pari, vlerësimet mbeten ende të larta në disa tregje aksionesh dhe borxhe të korporatave, pavarësisht shitjeve të fundit, duke lënë hapësirë për rënje të mëtejshme. Së dyti, disa institucione financiare si fonde spekulative mund të përballen me presione tregje të paqëndrueshme dhe të përkeqësojnë çdo shitje. Dhe së fundmi, më shumë trazira mund të ndikojnë në tregjet e borxhit sovran, veçanërisht për vendet me nivele të larta borxhi. Përditësimi i fundit i FMN-s për vlerësimin e rreziqeve financiare vjen pas zgjedhjes së presidentit Donald Trump dhe përpjekjeve të tij për të vendosur tarifa gjithëpërfshirëse me partnerët tregtar në të gjithë globin. Raporti vjen ndërsa FMN dhe Banka Botërore nisin takimin e tyre gjysmëvjetor në Washington. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi se trazirat tarifore mund të godasin rënd bankat, pasi një tronditje tregtare mund të detyrojë ato të rrisin rezervat kundër humbjeve të mundshme. Një ngadalësim në tregjet e kapitalit mund të ulë të ardhurat që nuk vijnë nga huadhënia ose të ndërpres financimin tregtar, i cili gjeneron $18 miliardë fitime për bankat globalisht. Në përgjigje të këtyre rreziqeve, FMN përsëriti thirrjen për regulatorët global. Ata duhet të sigurohen që bankat të kenë kapital dhe likuiditet të mjaftueshëm, duke përfshirë zbatimin e marrëveshjes globale Basel III mbi standardet më të larta të kapitalit. Fondi bëri thirrje për zbatim të plot në kohën e dur dhe të qëndrueshëm të këtyre standardeve të reja të kapitalit. Kjo vjen ndërsa regulatorët amerikan kanë braktisur përpjekjet e mëparshme për të imponuar këto rregulla dhe në vend të kësaj të përpiqen të krijojnë një standard të ri me barë minimale të re kapitali mbi bankat. Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkoi gjithashtu mbikëqyrje të pavarur dhe intensive të bankave, me një fokus të shtuar në mënyrën se si bashkëveprojnë bankat dhe jo bankat, të cilat nuk përballen me një shqyrtim të ngjashëm.